është mashtrimi më i madh elektoral që ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve në Tetov. Edhe kundërkandidati e din sepse edhe rrugën për fshatin e tij unë ja ndërtoj, edhe shkollën e fshatin e tij unë ja ndërtoj. Nga 18 premtimet prioritare, as edhe një e vetme nuk është realizuar në këtë mandat 4 vjeçar të zotit Kasan. Vjen keq se kanë përgatitur mirë. Urdhë. Do me thënë, para se kryetari aktuali komunës të tregoj se çfarë do bëj, këtu e kemi, do me thënë, atë çfarë premtoi para 4 vitesh. Është mashtrimi më i madh elektoral që ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve në Tetov. Fokusoni ta shihni, do me thënë, nga të gjitha premtimet që para 4 vitesh u dhanë, këtu janë me prioritet rreth 18, as edhe një i vetëm nuk është realizuar për këto 4 vite. Do me thënë, kjo është si e kanë shkruar vetë, ata para 4 vitesh, as edhe një premtim i vetëm nuk është realizuar në periudhën 4 vjeçare. Bajram, Bilal. Mu vjen keq që kemi një kandidat në një qytet universitar, del këtu para qytetarëve pa pasur program. Dhe përballë kemi një kandidat që le që ka një program koncis për çdo premtim dhe çdo punë që ka premtuar, kemi edhe strategjinë bazë të cilave ne do të ecim më tutje. Pra, shifet që gara është e pabarabartë dhe në këtë rast unë arrita për 4 vite të përgjithsmoj borxhin, arrita të ndërtoj Tetovën dhe këtë edhe kundër kandidati e din sepse edhe rrugën për fshatin e tij unë ja ndërtoj, edhe shkollën e fshatin e tij unë ja ndërtoj dhe gjithçka që ka të bëjë për Tetovën unë jam duke ndërtuar. Absolutisht nuk është e vërtet, do me thënë, këto para 4 vitesh premtuan një nënkalim në qendër të qytetit, nuk e realizuan, premtuan stadiumin e qytetit, jo që nuk e ndërtuan, po kemi 2 tribuna më pak, aktualisht nuk kemi as edhe një garazh me kate të ndërtuar, nuk kemi as një pishin, edhe ato aktualet që janë të ndërtuara nuk janë në gjendje të mirëmbajnë, as edhe një shkollë të ndërtuar, përkundrazi kemi një shkollë më pak, edhe 2 të mbyllura, do me thënë, nga 18 premtimet prioritare, as edhe një e vetme nuk është realizuar në këtë mandat 4 vjeçar të zotit Kasan. Fatkeqësisht vazhdon strategjinë e paraardhësisë së tij në të cilës i ka shërbier, tetovarët e din çka ka bë Bilali, është pishinë e vetme ndër komunat e vetme në Maqedoni jashtë Shkupit që ka një pishinë funksionale ku fëmijët tanë shkojnë dhe mësojnë notin. Po ashtu stadiumi i qytetit për 20 vite e premtuan dhe nuk e bën dhe në kohën tonë duhet ta di Bajrami se për të ndërtuar duhet fillimisht të prishet ajo që është dhe të ndërtohet. Dhe sot stadiumi i qytetit po ndërtohet. Po ashtu sa i përket ne sot kemi nisur edhe 2 shkolla të re për herë të parë në historinë e Tetovës kanë nisur të ndërtohen 2 objekte të 2 shkollave të mesme, 2 pishina dhe shumë projekte tjera për Tetovën dhe tetovarët. Absolutisht nuk është e vërtet asnjë që tha, do me thënë e para stadiumi i qytetit nuk është pronë e komunës dhe nuk kanë të drejtë ta prishin, është dashur të rikonstruohet për fat të keq. Paramendoni të dashur miq se stadiumi i qytetit po bëhet me leje rekonstruimi. Nuk ka as leje ndërtimi, nuk ka as leje rekonstruimi. Pishina nuk është ndërtuar në këtë mandat, është ndërtuar mandatin e kaluar. Do të thënë këto nuk janë gjendje edhe ta mirëmbajnë aktualisht dhe gjithçka tjetër që është duke u ndërtuar është duke u ndërtuar pa leje ndërtimi që përbën një vepër penale sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut. Vjen keq se kanë përgatitur mirë për të ndërtuar një stadium, duhet të prishet ai që është dhe të vazhdoj të ndërtohet objekt i ri. Këtu ju premtuan rikonstruimin dhe ne po e ndërtojmë një objekt të ri nga fillimi. Duhet ta mësojnë se për të ndërtuar një objekt që është leja jepet për rikonstruim nga themelet, pra duhet prishet nga themelet dhe të ndërtohet i riu dhe ne Tetovës dhe tetovarëve po ja ndërtojmë një stadium të ri që shkëndija jonë të luaj lojrat ndërkombëtare në Tetovë. Për shkak se jemi në debat të verifikimit të fakteve, Bilal, na dojmë me konfirmu me ty, a ka leje ky ndërtim që po bëhet, a nuk ka leje? Po mos të kishte leje, unë sot nuk do isha në debat, unë do isha sot në gjykat apo dikun tjetër. Vetëm një replik, ja përgjigja zyrtare e komunës Tetovës, ku thuhet se stadiumi është duke u ndërtuar me leje rekonstruimi. Po ajo që është më tragjike, se këto para 4 vitesh e thanë se stadiumi do ndërtohet, për 4 vite do kemi stadium të ri. Jo që nuk e bën, po aktualisht kemi 2 tribuna më pak dhe absolutisht pa asnjë plan investiv, sepse është duke ndërtuar ndërmarrja publike e transportit e cila gjeneron humbje 300.000 euro në vjet, paramendoni duhet ndërtoj një stadium me vlerë për 10 milion euro. Kjo është një anomali, kjo është një fyrje e inteligjencës tetovare.
Jeta më vjen keq edhe njëherë se do të merremi me çështje absurde. Edhe njëherë, për të ndërtuar një objekt që ekziston, leja jepet për rikonstruim. Nuk mund të jepet leje në një objekt që ekziston. Pra, nëse është tokë pas një objekt jepet leje për ndërtim. Nëse ka objekt jepet leje për rikonstruim. Dhe ne ju kemi premtuar të dovarëve që do të kenë një objekt të ri të stadiumit dhe do ta kenë të tillë në mandatin tonë. Për 3 vite derisa ishin në pushtet, na penguan që të ndërtojmë stadiumin. Me momentin e parë kur ne erdhëm edhe në pushtetin qendror, i siguram gjithë dokumentet dhe po e ndërtojmë stadiumin.